Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje ju ndjekës që po na ndiqni dhe nuk mërziteni në fakt me ne, po besoj që s'duhet të mërziteni se gjithmonë merrni dashuri, gjithmonë merrni pozitivitet. Tani dua të ndaloj pikërisht tek fansat e Romeo Veshaj. Unë e di që ju e keni pritur me shumë entuziazëm, e keni pritur me shumë mall rikthimin e Romeos, rikthimin e Donaldit, skena për ato ka lindur, do me thënë janë artistë të lindur, dhe pikërisht Romeo natën e mbrëmshme ka shuar komplet kuriozitetin. Në një promo të publikuar në Instagramin e tij, një promo në fakt që lidhet ngushtë afër me promon e Big Brotherit, sepse kanë po të njëjtën hyrje, dhe në momentin e parë që e shikon këtë promon të çon mendimin se Romeo do ta shohim në një kënd në Big Brother, do të ketë një rol të rëndësishëm, por jo. Domethënë ne studiova promon me detaje. Bëhet fjalë për një emision komedi ose për një film komedi që Romeo nuk është se ka dhënë detaje për ato promon që kanë nxjerrë. Thjesht domethënë ka treguar një coming soon. Tani, duke u bazuar tek suksesi i jashtëzakonshëm që pati me Elvana Gjatën, një film shumë i bukur që erdhi me shumë emocion, me shumë dashuri, me shumë humor tek publiku shqiptar, besojmë që këtë rrugtim Romeo Veshaj nuk do ta ndalon me kaq. Ai do vazhdo të na sjellën emocione dhe do vazhdon të na kënaq dita ditës me emisionin apo qoftë edhe me filmin që do të sjell. Do të thënë Romeo Veshaj rikthehet fuqishëm pas një pauze të gjatë, ai ka menduar, ka logjikuar, ka bërë skenare të ndryshme dhe ka përzgjedhur që ky skenari do të jetë më i përshtatshëm tek publiku. Do të thënë Romeo ka përzgjedhur që në festat e fundvitit të sjellën promon që nënkupton që shumë shpejt, domethënë me fillimin e vitit 2026, Romeo do të na dhuron një emocion të paparë dhe do të na dhuron një dashuri të paparë. Ai i ka qëndruar gjithmonë skenës besnik dhe do t'i qëndrojë, dhe në këtë promo duket që Romeo po sjellën një mix gjërash, domethënë nuk do të jetë vetëm i bazuar apo i pozicionuar në një fenomen, por është i pozicionuar në shumë kënde, domethënë në fenomene të ndryshme që në fakt njeriu kalon në përditshmërinë e tij, kalon në jetën e tij, qoftë edhe biseda me pasqyrën, që realisht ne e bëjmë shumë shpesh, gjithmonë kur zgjohemi në mëngjes, gjëja e parë që po bëjmë është biseda me pasqyrën, se rregullohemi për të ardhur në punë dhe për të nisur ditët tona. Dhe pikërisht Romeo Veshaj, domethënë duket që po sjellën shumë gjëra interesante në këtë coming soonin që do të jetë shumë shpejt pranë nesh. Unë dua vetëm të marr sonte mendimin tuaj dhe më pas me patjetër kur do të kem një skalet të detajuar se për çfarë flitet, do ta sill pranë jush dhe do të flas konkretisht se çfarë po sjellën Romeo Veshaj. Por që po sjellën një diçka të bukur, kjo as që diskutohet, promoja është pritur me shumë dashuri, ka marrë shumë lajka, ka marrë shumë shera, fansat e Romeos janë aktivizuar menjëherë, komentet kanë qenë ku ke humbur, po të presim me shumë dashuri, domethënë e kanë pritur me shumë entuziazëm që Romeo të rikthehet në skenë. Si e komentoni rikthimin e Romeos?